Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta, teksa prej mbi një viti qëndron në burg, është shfaqur këtë të hënë për herë të parë në publik. Në një moment të Meta, në seancën kundër krimit dhe korrupsionit të organizuar, ka përshëndetur të pranishme dhe gazetarët me simbolin e shqiponjës. Ndonse pa mikrofon, ish presidenti u shpreh se procesi është i montuar. Avokati i Kujtim Sakrani ashtu është shprehur se është e papranueshme që kreu i Partisë së Lirisë të mbahet pas kafazit. Dhe ata ndërkombëtarët, unë do t'i ftoj, do bëj një letër që të vinë seancën tjetër të shikojnë presidentin e Republikës mbyllur në kafaz. Pas shtyrjes së seancës në një dalje për mediat, kryemadhi theksoi se do kërkojë dhe kryeministrin Ramën si dëshmitar. Dhe nga ana tjetër, një shtëpi e porositur 6 muaj përpara se ligji të vinte në parlament. Një ligj i propozuar jo nga Monika Kryemadhi, po e propozuar nga Ministria e Industrisë asaj kohe, ministri Damian Gjiknuri, kryeministër Edi Rama, besoj se gjithë e keni parë fjalimin e tij në parlament, për ligjin dhe një komision i veprimtarive prodhuese i drejtuar nga Eduard Çalci dhe një deputet relator që ishte Namik Kopliku.